Një kontroll i befasishëm i forcave të rendit në periferitë të Tiranës ka zbuluar një sasi të konsiderueshme armatimi të mbajtur pa leje brenda një banese private. Operacioni u zhvillua në fshatin Klojk, në njësinë administrative Bërzhit, si pjesë e aksioneve të vazhdueshme kundër armbajtjes së palishme. Gjatë kontrollit të ushtruar nga efektivët e komisariatit numër 2 në banesën e shtetasit Muhamet Geca, u gjetën disa armë zjarri dhe pajisje të tjera luftarake. Sipas burimeve zyrtare, u sekuestruan 2 armë zjarri luftarake, një automatik dhe një pushkë, si dhe 3 armë 2 armë të ftohta dhe një sasi municioni. Pronari i banesës u arrestua në flagrancë dhe u shoqërua për veprimet mëtejshme procedurale. Hetuesit po punojnë për të verifikuar nëse armët janë përdorur më parë në ndonjë aktivitet kriminal apo në një ngjarje të pazbardhur, ndërsa do të kontrollohen edhe shkuara penale të dyshuarit. Të gjitha materialet e sekuestruara janë marrë në cilësinë e provës dhe pritet të nënshtrohen ekspertizës balistike. Dosja i është referuar organit akuzës, i cili do të vijojë hetimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.